përgjegjësia jonë institucionale nuk përfundon me nderimin ceremonial të heronjve dhe dëshmorëve. Ajo fillon pikërisht aty. Kujtesa kolektive nuk mbahet gjallë vetëm me monumente, por edhe me dije. Nuk ruhet vetëm me përkujtimore, por edhe me kërkim shkencor, me dokumentim, me arsimim dhe me kulturë. Për këtë arsye, universitetet, institutet shkencore, shkollat, arkivat, bibliotekat dhe muzeet kanë një rol të pazëvendësueshëm. Detyra jonë është që faktet historike të hulumtohen me seriozitet akademik, dëshmitë të ruhen me kujdes institucional, dhe historia të përcillat e brezat e rinj me përgjegjësi profesionale dhe qytetare. Në këtë drejtim, arsimi ka një mision të veçantë. Nxënësit dhe studentët tanë duhet të kenë mundësi ta njohin historinë e Kosovës, jo si një rrëfim të largët, por si një përvojë njerëzore dhe shoqërore që ka formsuar shtetin dhe lirinë që gëzojmë sot. Kjo kërkon hulumtime cilësore, dokumentim, botime shkencore, projekte muzeale, ekspozita, programe edukative dhe bashkëpunim të vazhdueshëm ndërmjet institucioneve të arsimit dhe kulturës. Ata janë themeli mbi të cilët u ndërtua liria dhe shteti i Kosovës. Përjetësimi i veprës së tyre është obligim institucional, kombëtar dhe moral. Përmes trajtimeve shkencore, dokumentimit historik dhe qasjeve akademike, ne kontribuojmë që sakrifica dhe idealet e tyre të mbeten të gjalla në kujtesën e brezave që vinë. Kjo konferencë dëshmon edhe njëherë interesimin dhe përkushtimin e studiuesve shqiptar për trajtimin e historisë tonë më të re. Në këtë konferencë, me kujtesa janë paraqitur 71 studiues, gjë që jep konferencës një dimension të veçantë shkencor dhe kombëtar. Me këtë rast dëshiroj t'i falenderoj sinqerisht të gjithë ata studiues për punën, angazhimin dhe përkushtimin e tyre në përgatitjen e kumtesave. Kontributi juaj është shumë i rëndësishëm për ndriçimin e ngjarjeve historike dhe pasurimin e historiografisë shqiptare, veçanërisht në një fushë ku për një kohë të gjatë ka munguar trajtimi mirëfills shkencor i kontributit të herojve dhe dëshmorëve të kombit nga studiues dhe institucione kërkimore shkencore. Liria nuk është vetëm mungesë e robërisë, ajo është dignitet, identitet, e drejta për të jetuar, për të folur gjuhën tënde, për të ruajtur kulturën, historinë dhe të ardhmen tënde. Pikërisht për këtë, rruga drejt saj ka qenë e gjatë dhe mbushur me sakrifica të panumërta. Për popullin shqiptar në Kosovë, liria ishte e drita që ndriçonte edhe në kohën më të errta të shtypjes, ishte forca që mbajti gjallë shpresën në burgje, në mërgim, në demonstrata dhe në fushën e betejës. Për hir të saj, mira dëshmorë të ushtrisë shqiptare të Kosovës lanë familjet, ëndrat dhe jetën e tyre, duke zgjedhur të bëhen pjesë e përjetësisë së kombit shqiptar. Me fillimin e luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës, rrjedha e trajtimit të çështjes së Kosovës në arenën ndërkombëtare filloi të ndryshonte dukshëm, duke nxjerrë atë nga margjinat politike. Dëshmorët e parë të UÇK-s, Zaid Bayaziti, Hakif Zenullahu dhe Edmond Hoxha të rënë në 31 janar 1997 dhe të Luan Haradinaj dhe Adrian Krasniqi shtruan altarin e lirisë së Kosovës. Gjatë viteve 1998-1999, në radhët e UÇK-s u dalluan një numër i madh luftetarësh dhe komandantës që u bën shembull i guzimit, vendueshmërisë dhe përkushtimit ndaj çështjes kombëtare. Një nga momentet më të rëndësishme dhe me kthesë në historinë e luftës shqiptare ishte edhe qëndresha historike e familjes së komandantit ligjëtar dhe mjashari në Prekas me 5, 6 dhe 7 mars 1998. Sulmi i forcave serbe dhe rënja heroike e gjithë familjes Ashari e shndruan Prekazin në simbol të sakrificës dhe të lirisë së Kosovës. Ky akt i jashtëzakonshëm heroizmi në suaza botërore mobilizoi mijëra shqiptarë të mbar Kosovës dhe diasporës për t'u bashkuar luftës shqiptare, duke shënuar fillimin e kryengritjes së armatosur në Kosovë dhe duke ngritur UÇK-n në një nivel të rritë organizimi, legjitimimi dhe mbështetje popullore. Në këtë rrugë të lavdishme dhanë jetën mijëra heronj dhe dëshmorë të UÇK-s, të cilët duhet të kujtohen secili nga ta dhe të njëjtit të shkruan në historinë e Kosovës. Kontributit të veçantë në këtë kontekst dhanë, si tham, me mijëra luftetarë të cilët japën
jetën për lirinë e Kosovës, dhe ta mund të cekim. Gim Ramadanin, Shkëllxen Haradinaj, Selim Qekuj, Jas Kodra, Gjeve Ladrovci, Mirveti Maksuti, Abeja, me Uka, Tahir Sinani, si dhe me qindra dëshmorë dhe herojtë të Kosovës të cilët duhet të kenë për kujdesin tanë institucionale për shkrimin e historisë të tyre dhe kontributin e jashtëzakonshëm që kanë dhënë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Në vitet e luftës dytë botërore, shqiptarët e Kosovës edhe njëherë u shfaqen dukshëm në lëvizjen kombëtare shqiptare dhe pavarësisht nga orientimi politik, bëni diferencën midis Bujanit dhe lidhjes dytë Prizrenit, ata dëshmuan edhe njëherë synimin final, bashkimin me shtetin shqiptar të këtyre territoreve. Pas luftës, regjimi i ri i Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë apo Jugoslavia e Titos apo Federata e Titos e orientoi edhe një lëvizjen kombëtare shqiptare në Kosovë dhe më gjerë në një drejtim të caktuar që mund të veprojë në atë kohë, pikërisht në ngritjen e statusit të qarkut të Kosovës, që filloi si oblast, në krahinën e Kosovës apo krajina sipas letrave jugoslave të kohës dhe duke shfrytëzuar aspektet ligjore, kuadrin ligjor, kushtetutën e Republikës Federative të Jugosllavisë, të përmirësonin situatën politike, kombëtare dhe ekonomike me brenda strukturave pra të administratës të ngrinin mirëqenien, të ruanin gjuhën shqipe, arsimin shqip, kulturën shqipe e kështu me radhë.